Punimi i filigranit në Shkodër është një zeje e lashtë dhe e rafinuar artizanale, që përfaqëson një trashëgimi të çmuar kulturore shqiptare. Zejtarët shkodran përdorin fije argjendi të përdredhura për të krijuar bizhuteri dhe objekte delikate, shpesh me motive tradicionale, që tërheqin si vendasit ashtu edhe turistët. Në familjen Zagani, kjo mjeshtëri është trashëguar ndër vite dhe sot vazhdon të jetoj fal përkushtimit të Fatimes dhe djalit të saj Ermalit. Fillimin e punës se kam filluar në marrjen artistike në vitin 1971. Aty jam profesionalizuar me punën me serm. Zanodën më ka lënë e njëra Sandra Borozi. Mandaj në më vonë, kam fillu e kam marrë zanodën edhe e kam ushtru edhe vetë. Deri në vitet e demokracisë kam punu në artistike. Kur ka fillu demokracia, kam fillu me pronarin Fritz Barbolushi. Si me thonë edhe mjeshtër, edhe pronar. Po prapë edhe aty kam punu, po kam punu si përgjithse. Edhe kam ushtru edhe zanodën. Sot jam e zoja mi bot gjitha proceset. Na me filigran bajmë stori, se i thojnë vath, varse, biluzyp. Bajmë edhe prej këtyne artikujve që janë më të mëllaj, harta, manajna kina pjata, kina pena, kina kutinja, kina shumë artikuj që kanë ardhur gjithë një tu zjanu edhe tu o marrë edhe prej viteve të përparshme. Deri tash të i thojnë, tash kina ba një punisht vogël në shtëpi, edhe ushtrojmë unë me djallë. Punë artistike në Shkodër, tash ka fillu i fije mati për mu gjallënu, tu dalë në për panajire, tu ba pyetje, tu shpërda fleta, adreset e... Po mirë, tash mirë jena. Po për zoten mirë më duket që masala me vdeka zanat, se zanada ashtë që nuk vdes kur, po më vjen mirë si me thonë që nuk po la për heshtje, po la trashëgume. Ka dele ka dalë edhe djali i shalla me fëmijën e vetë se dihet se si vjen. Se në Shkodër e kanë për tradit me trashëgu, një arsu si tanë mjeshtrat e përparshëm, edhe ata kanë najtu e trashëgu, kush a gjallë, kush si me thonë kanë rrujet, një atë rrugë kanë njekë tanë. Për këta tritë, a shumë punë e imët. Am kom tanë, puna e imët e i mërzit. Se i thojnë pjesën me të mallë me dashtë me marrë një njeri me punua, me të nimua, ose me nimua dhe atë edhe vedin, po nuk e kanë me qefë punën e imët. Filigrani është një punë e imët dhe e gjatë, ku çdo detaj kërkon kujdes të veçantë. Brezjeri po e merr këtë trashëgimi në duar, duke e mbajtur gjallë një nga artet më të veçanta të qytetit. Si proces është i trashëguar nga nana, në familje, dhe baj një pjesë plotësuese edhe unë. Ky proces që jam të bëjnë, tashti është procesi i pikjes, masi bëhet procesi i mushjes, pra quhet pikja ose saldimi, ku njëni për aty në objekteve merr pak ujë që të marrin saldaturën ose atë pikjen, materialin që bën pikjen, edhe i hidhet saldatura ose materiali që bën pikjen, vendoset të pllaka, kështu në radhë merren tan objektet e vogla që janë pra copat vogla. Atëherë më sanena është procesi që bëhet me flak, që është pikja. Normalisht duhet me bëjnë fije kujdes që mos djegët
pra mos të digjet materiali për nxehtësisë male, edhe normalisht pastaj hidhet pa prep në ujë që të shtohet, për me lanë rallën procesi tjetër që është edhe procesi i pastrimit, që aktualisht nuk mund të demonstroj, por që vazhdon masanana dhe me montimin, mas i bëhet lamja, bëhet edhe montimi, verifikohen ato problemet që mundet me pas në i gjallë, kontrollohet edhe pastaj mas i bëhet lamja, bëhet edhe montimi i produktit përfundimtar apo final. Pak a shumë kjo është një proces zinxhir, deri kur produkti bëhet gati edhe del pak a shumë në këtë formën që është, kalon disa procese. Vështirësitë pa diskutim që janë kudo, por ashtu sikur se ka vështirësi, ka edhe disa anë pozitive që duhet me shfrytëzu ato anë që janë favorin tonë, simas rrethanave dhe simas mundësive. Tregu faktikisht është i fije problem, sepse artikujt që janë artizanal nuk ka një promovim të duhur për sa i përket atyre që janë edhe të përzime industrial. Sot artizanatin duhet me gjurmu, duhet me ndjek aty ku është, që me mujt me i dhanë mbështetjen e duhun. Njërë që kanë vite punë, profesionalizm edhe që kanë edhe eksperiencë jetë dashje pa dashje vetëm të nejt, afër tyne përfiton. Aq më atepër që edhe duke punu që përfitimi është i dyfisht. Shpresojmë që njegim hapat e mirë dhe duhun për me i dhanë vazhdimsi këtij procesit edhe në trashëgimit familjes. Objektet të ndryshme janë që fillojnë nga vath të lehtë, vath të veqit, masanana janë unazat, janë spilat, sikur se janë të këtu, janë spilat, janë objektet ose që janë vathët me gur, edhe gjerdanat që mund kombinohen, kuptohet me bilezik, me vath, me unaz, edhe gjerdani, pjesa qafës. Masanana janë objektet që janë mlaja dhe sot që po kërkohen shumë janë objektet që vehen në për korniza dhe vehen për suvenire në për shtëpia ndryshme, në për objektet ndryshme institucionet, të cilat masanana këto faktikisht kanë një vlerë të jashtëzakonshme sepse mund të trashëgohen nga një brez tek tjetri edhe me diçka e familjes. Kjo është diçka shumë e veçantë faktikisht. Se ndoshta një bilezik, një unaz apo një vath mundet edhe mas disa kohëve nuk e ka atë vlerën e vet. Kurse këto vetëm se vjen të ju rrit vlera, si me thonë, sepse kanë vitet të cilat i napin vlerë më shumë. Një objekt mundet me zgjat ndoshta nga 3-4 orë, deri masanana ndoshta edhe me një ditë, 2-3 ditë ndoshta mundet me zgjat një objekt. Kuptohet që ose objekti është i madh dhe i ndërlikuar, domethënë. Thuajt janë shumë të interesuar, por si e thamë ajo përzimja që i bëhet produkteve industriale me artizanale, sikur e prish i fijat shien edhe atë dëshiren për me arrit të produkti artizanal. Kjo është i fije vështirësi. Megjithëse në Shkodër janë zhvillu disa tregje panajire të artizanatit, po prep një diçka e mirë fill mungen. Një treg apo stafet për artizanatin edhe produktet artizanale mungen. Çdo prind ka dëshirë që me i trashëgu fëmijës diçka. Edhe përveç vlerave njerëzore dhe morale, masanana është edhe diçka që mendoj se mund t'i vlejnë, por deri kur edhe ai të zgjedhin nëse do me vazhdu apo jo. Sepse kjo është çështje edhe pasionit, sepse jo çdo gjë që na pëlqen ne prindve, mund t'i pëlqejnë edhe fëmijëve.